Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam al-mab'uth rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Falenderojmë Allahun xhalla xhelalu wa xhalla shanu, i bëjmë hamd atij për të nimetet që na ka dhënë, për më tepër musliman që na ka bë. Salavatet dhe selamet ja dërgojmë shpirtit e Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të pastër dhe mbi të gjithë besimtarët islam, të cilët ndoqën ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e Muhammedit alayhi salatu wassalam deri në ditën e Kiametit. E ne i lutemi Allahu xhalla shanuhu nga thellësia e zemrave tona që ai të na pranon lutjet tona dhe të na regjistron në listën e besimtarëve të vërtet dhe drejt, të atyre të cilët kur i ndëgjojnë fjalët e Allahut dhe porositë e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe mundohen që ti praktikojmë në ditët e përditshme. Njëjtë kohë i lutemi Allahu xhalla shanuhu që të na furnizon me dituri për cilës do të kemi dobi, të na mëson atë të cilën nuk e dim dhe të na kujton atë të cilën e kemi harruar. Ne pa hub kohë, ne do të vazhdojmë ashtu siç jeni të informuar dhe siç jemi marrë vesh që të folim për sahabët e pejgamberit alayhi salatu apo shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, pasi që ata janë dritë për ne, janë si ato yjet cilën ta ndjekish do thotë je i shpëtuar dhe ke shpëtuar. Dhe ne me radhë, pasi folëm për Hazreti Ebu Bekrin, folëm për Omerin, tash kalojmë në sahabiun apo shokun e tretë me radhë, siç edhe i ka vlerësuar pejgamberi alayhi salatu wassalam, në kështu këtë formë i ka vlerësuar pejgamberi pra Ebu Bekrin, Omerin, Uthmanin dhe Aliun dhe kështu me radhë sahabët tjerë. Dhe ne pa humbur kohë, kalojmë pra me Uthmanin radhiyallahu anhu, emri i tij është Uthman ibn Affan, biri i Affanit. Kush ishte këtë, normal që edhe jetën e këtij sahabiut do të mundohemi ta ndajmë në 3 periudha, pra ajo kohës para islamit, pasi që ki jetoj një kohë, një jetë në para se zbrise Kurani Azimushan, dhe pastaj hyrja e tij në islam, khalifati i tij dhe fund vdekja e këtij sahabiut, Allahu qoftë i kënaqur me këtë. Dhe Uthman ibn Affani ka jetu, do të thotë në Mekke, ka lind në Mekke dhe ka jetu në Mekke deri në atë moment, në atë kohë kur ai si gjithë sahabët tjera që bëni shpërngulje, dhe ki është një prej atyre të cilët i bëni di shpërngulje. Dhe Uthmani edhe në kohën e ignorancës edhe në kohën e xahiljetit ka qenë me karakter të lartë. Do thotë kur nuk ka pi alkohol, kur nuk u ka bë sejdë putnave, kur nuk ka bë zina, masi që këto 3 cilësi ishin shumë normale të asaj kohës. Dhe nuk mirëshin si dëni lloj gabimi ose si dëni lloj shkelje, por njëjtën kohë ata që si bëshin këto i qunin si diçka kanë bë padrejtësi ose s'kan bë mirë për veten. Nëse s'ka pi alkohol, nëse s'ka bë zina, nëse si ka bë sejdë zotnave, putnave, do thotë kanë qenë në numër shumë të vogël i këtyre sahabive që si ishte Ebu Bekri, një pa pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe Uthmani në këtë rast, pra këto ki asnjëherë thotë nuk i kanë bë sejdë zotnave të kot. Dhe është shumë interesant se ki ka gëzu shumë autoritet në mesin e kurajshve. Sa që të regohet thëtë se edhe para se të pranone islami, nanat që i kanë përkund fëmijë dhe kur u kanë këndu fëmijëve, kanë thënë të bëft zoti si kur Uthmani, të bukur dhe bujar. Të dhëtë bujarin, butësin, e ka pas edhe para se të pranone islamin. Por në islam i bëhet më vin ai komunikacion, e vin në kulm. Dhe Hazreti Uthmani si me karakterin e vet lartë që e ka pas,
nuk ka qenë asnjëherë i pajtuar me atë që e kanë bërë populli i tij. Siç edhe pejgamberi alayhis salatu wassalam nuk e ka bërë. Ki ka qenë për 6 vjet më i ri se pejgamberi alayhis salatu wassalam. Do thotë ka lej 6 vjet pas vitit të elefantit. Dhe kështu që faktikisht e ka njoft pejgamberin shumë afër në krahasim me Hazreti Omerin që kishte 13 vjet dallimi ishte, kështu që ai e njifte, por jo aq afër si e njifti Ebu Bekri dhe tash do them si e ka njoft edhe Othmani radiallahu anhu. Dhe Hazreti Othmani e ka ndru që t'jetë dhëndri i pejgamberit Muhammedit alayhis salatu wassalam. Dhe këtë ka pas para se të vjene shpallja, para se të vjene pejgamberllëku. Dhe normal ai ka sinu dhe ai ka pas cilin që ta fejone dhe ta mërtone Rukejen apo Rukijen si e quajmë njëna prej cucave të pejgamberit alayhis salatu wassalam, dhe ajo ka qenë shumë e bukur që i ka përgjaja bukurisë Othmanit radiallahu. Edhe Othmani ka qenë njeri shumë i bukur. Dhe thuan masandej kur e marton, thonë ata, nuk ka pa toka qift më të bukur se sa këto di. Se Othmani dhe Rukia. Dhe Othmani kur merr vesht se Rukien e ka feju pejgamberi alayhis salatu wassalam me njërin prej gjemve të mingjës së tij Ebu Hulebit. Ki dëshprohet, mërzitet shumë dhe i shtohet ala mërzia duke i pa njerëzit se si shkojnë, si jetojnë. Edhe tash edhe kjo se si u plotësua edhe kjo dëshirë jeton të pak si i mërzitet, ajo mërzien më të madhe e bënte edhe ajo që populli jetonte në dalalet, në humbje. Dhe një ditë thot shkon ke halla e tij, Hazreti Othmani, dhe i mërzitet për gjendjen e popullit se si jetojnë këtë forë. Halla ka qenë në moshë, por ka qenë e mençur dhe i ka thënë mos u mërzit, se do të vinë ditë mira. Do të thotë, nga krit të fjalët duhet merret shembull. Po nëse ndalen atë, ti tregojmë shembujt dhe ato mirësi, dhe ato çka duhet fitojmë prej këtyre fjalëve, se duhet të folim shumë gjatë, po ne do të mundohemi shkurtimisht ta përmbledhim jetën e këtij sahabiut me një ders kështu të shkurt, dhe ai thotë, do të vinë ditë mira. Që do thotë ti mos e humb shpresën. Mos u pasivizo. Bënu aktiv, edhe nëse nije në një moment jo të lumtur, jo të mirë, edhe pse e shef një situatë jo të pëlqyeshme, por ti mos u pasivizo. Kujtohu hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, men ra'a munkaran, kush shef ndonjë punë të keqe, në të ndale me dorën e tij, nëse s'mundet me forcë, nëse s'mundet atëherë me zemër, nëse s'mundet atëherë me fjalë, atëherë e treta thot nëse s'mundet me fjalë, atëherë me zemër. Por ruki, mos u dëshpëro, por lutju Allahu xhaleshanu për një përmirësim më të mirë. Dhe ai thot, halla i thot, ti mos u dëshpëro, se do të vinë ditë më të mira. Është e paralajmëruar se do të vinë një pejgamber i cili do ta dallone të mirën nga e keqja, që njerëzit do t'i thirren nga errësirat që janë në dritë, dhe ti thot ndiqja atë, do ta gjesh lumturinë në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe ki jetonte tash veç ta shofe kush është ki dhe kur do hihet kjo. Dhe një ditë, siç tham Ebu Bekri kur pranoi Islamin, veç pejgamberit kishte filluar shpallja kisedike. Ebu Bekri ishte ai i cili për në momentin e parë, në ditët e para, me njëherë, si pranoi Islamin, ai nuk u qetësua edhe me Islamin e vet, por pru edhe qerë. Dhe ai kishte edhe strategji për t'i thirrë dhe e takon Hazreti Othmani. Dhe thamë se ka shku ke njerëzit të cilët kanë qenë njerëz me autoritet, me vlerë, dhe janë 6 veti ka pru Hazreti Ebu Bekri
mesin e tyre dhe Uthmani, që kanë qenë të përgëzuar me xhennet. Qysh në dynja. Dhe Uthmanin ta shifnja, këtu a isha e poenta që duhet ta mbajmë mend. Kur e takoi Uthmani. A dini çka i tha? Tha, ti je buri mençët. Ti e din çka është e mira dhe e keqja. Ti din ta dallosh. Dhe je ai i shumë i zgjut që e nuhat të mirësin. Këta çka do të thotë se a din se sa njerëz të mençur ka, por nuk din se si të udhëzohen. Ai në e jona puna jonë është që në agji ku jo në xhami, ai që ka erë në xhami ti kallëzosh ti për Islam, ai që ka erë në xhami dhe ngjon e pi hoxhës. Po ti folja ati që s'osh në xhami, bjerë në xhami, ai si të vinë në xhami ka kush ti kallëzone. E jo që është ti folish agji ku është larg xhamis, ku ai s'ka ndëgju për hidajetin, tham se Hazreti Omeri pse u vnu në Islam, hirja e tij në Islam, për shkak se ai s'kishte dëgju. Tha men kishim për s'kishim udhëzim. Kur ai filloi të ndëgjone, dhe me njerë pranoi Islamin. Dhe kështu që ne do të kemi përgjegjësi, dietarët thonë, ne do të hapim llogari për ata njerëz që kanë mbet krishterë dhe jahudi, por janë të ndershëm, kanë ndershmëri, kanë burri, por nuk kanë dëgju për realitetin, edhe ne do të kemi përgjegjësi pse nuk va kemi kallëzuar të vërtetën aty. Të paktën ajo të kallëzohemi para atyre si musliman, si e lip Allahu xhaleshanu. Dhe ki kur ja rëndit këto, e njëherë e ngren se ti je ki e i e tha, çka mendon tha? Nëse Allahu tha e bie një njeri i cili tregon dhe i thirr njerëzit nga errësira në dritë, duke thënë se është i vjen shpallja nga Zoti, a nuk meriton ai një njeri që të besohet si pejgamberi i Allahut? Ka thënë gjithsesi. Po, e pa atëherë thët, a nuk e marr vesh se Muhamedi, biri të Abdullahut, i vjen shpallja nga Allahu, dhe ai ka erë si pejgamberi i fundit. Ka thënë Muhammedu Sadikul Emin, i sinqerti, i drejti. Tha po qaj. Tha më qokaj. Shkojnë bashkë, kur mrinë të pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe ki tash e pranon Islamin. Kjo ishte hinë në atë periudhën e ditë që duhet të folim për Hazreti Omer, për Hazreti Osmanin. Kur pranon Islamin, tash hinë në Islam. Edhe ki ishte prej atyre njerëzve të cilët përjetuan zullum nga jo muslimant. E një më tepër që i bëni pa drejtësi dhe i bëni shumë zullum dhe e maltretoi ishte mingja i tij. Ai e lidhi dhe e maltretonte pa ndërprer. Mirë po ki, jo miqta, edhe me mbra unë nga kjo fe nuk largoj ma. Kjo fe përputhet me karakterin tem. Kjo fe përputhet me karakterin tem. Dhe kjo ishte njëherë, kom thonë me një mexhlis, se pse ne muslimant e pranum shumë shpejt Islamin, që para slavëve, mbetën slavët pa pranuj, pse ne? Se tradita tona dhe karakteri jonë, tradita tona kombëtare dhe karakteri jonë si popull përputhet e shumë me urdhnat islame dhe ne parat e pranum. Edhe këta burat e mëdhej që pranun Islamin në moment ishin se këto kishin karakter shumë të lartë dhe ai karakter po përputheshte po bashkë me atë të cilën thirrte pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe basi pranon Islamin, ata që bënin zullum muslimanve, po ka ki zullum nuk shputoi edhe pejgamberi jon Muhamedi alayhi salatu wassalam. E një prej atyre që i bënte zullum më tepër pejgamberit ishte edhe që ishte i njoftë edhe ishte ai minxha i tij Ebu Hulebi.
Ai nuk zgjidh të metodë si ta përshtërsone ose ta sulmone në një fjalë ose ta ngushtone jetën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Ai zgjidh të kretat metodat si mund ta bëne më keq për pejgamberin alayhis salatu wassalam. Por atë rastësisht edhe zbriti një sure komplet. Tabbat yada abi lahab wa tab. Ju dhafshin dorët e Abu Lahebit, ju thajtën. Komplet kjo sure. Një sure, është të shkurt, por një sure, është për 114 sure në Kur'an, për Abu Lahebin dhe gruan e tij. Dhe i thashtë Abu Lahebi, për t'ja shtru Allah dhimbjen pejgamberit ja, nuk ka gjë më dashur se sa fëmia, është pjesë e trupit. I tha gjalit, leja, lëshoja vajzën. T'ja shtrym dhimbjen Allah më të madhe. T'ja lëshon e vajzën pa kur një farë sebepi, pa kur një farë shkaku. Po megjithatë, ajo bi, të talon e dhëndri, nuk është lehtë. Dhe pejgamberi e përjetoi këtë. Dhe prindet, baballarët, në atë kohë kanë qenë si zot për gjemt. Ato i kanë marrë si zot, baba ka thonë ka marrë fund. Edhe për atë Allahu Gjellëshanu ka zbrit ka Kur'an, dhe thot, wa idha qila lahum ittabi'u ma anzalallahu, qalu bal nattabi'u ma alfejna alayhi abana. Awalau kana abahum la yaqiluna shay'an wa la hum yahtadun. Tha kur thuhesht atyre, bëni ndiqnja pejgamberin nga ajo që zbrit ka Allahu, ndiqnja Kur'anin. Ka dhe ne do ta ndjekim atë që na kanë lënë baballarët tonë. Awalau kana abahum la yaqiluna shay'an. Edhe pse baballarët e tyre nuk kishin logjik, nuk mendonin, as nuk kishin të udhëzuar. Amon baba ka thonë. Kur e lishoi ki djali e Abu Lahebit vajzën e pejgamberit Ruqiyen, atëherë Uthmani u gëzu shumë. Pejgamberi u mërzit, por tash ki pse u gëzu? Nuk u gëzu se pse u mërzit pejgamberi alayhis. Ja, hasha lillah, jo ajo. Tha tash e kom shansën që ta plotësoj dëshirën që s'e plotësova para se të martohet herën e parë Ruqia, dhe shkon ke pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe e lip Ruqiyen. Pejgamberi alayhis salatu wassalam pa bë asnjë farë llogarie me njëherë ja e dinte se ai meritonte ta kiet njëna nga vajzat e pejgamberit alayhis salatu wassalam. E ma vonë e merr edhe vajzën e ditë që historia nuk njeh që një njeri që ka marrë di vajzat e një pejgamberit, përveç Uthmanin radiallahu anhu. E tash mos keq kuptohena, Allahu ndalon që të kesh di motra për nikah. Wa an tajma'u bayna al-ukhtayn, thot Allahu ndalon që ti bashkoni di motra. A bën di motra për nikah. Nëse vdes njëna, ke drejt ta morësh mas ndaj tjetër. Edhe që Ruqia vdes, po mas ndaj pejgamberi ja ep vajzën tjetër. Edhe thot kur vdes edhe Umul Kuthum ja quj, thot kisha edhe një vajzë tjetër dhe do t'ja jepsha Uthmanit. Subhanallah. E tash do shohim pse ja. Dhe tash jeta vazhdoi. Uthmani si gjithë musliman tjerë ishin të maltretuar dhe kërkuan nga pejgamberi alayhis salatu wassalam që të bëjnë hijret. Dhe thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, Hazreti Uthmani është i ngjason Hazreti Lutit, të cilët kanë bë hijret me familje kështu komplet. Dhe Hazreti Uthmani merr lejen nga pejgamberi alayhis salatu që të bëjnë hijretin me atë grupën e parë që shkon në Abisini dhe Etiopi, dhe kështu që pejgamberi i ka përcjellur. Do thot nuk e ka pas let. Ka dali ka thonë, Allahu qoftë me ju. Dhe ki, mirë po, për një kohë shumë shkurt, agje, Hazreti Osmani e merr malli shumë për pejgamberin alayhis salatu wassalam dhe i ka thonë gruas së tij, thot pejgamberi maltretohet agje. Ne, ato kanë qenë shumë të lirë agje. Aq lirë kanë qenë, sa që ato mo kthehen bashkohen me musliman nga Etiopia, 4 vjet para se vdesë pejgamberi. Këto që shkuan kjo grup e parë, një grup shumë e madhe, vitin e 7 Hijri,
bëjnë shpërngulje për Medinë. Do thotë shumë kanë gëzu liri të madhe atje. Mirë po Hazreti Uthmani s'në kanë det ashtu lirshëm, thot pejgamberi, atje maltretohet, a ne jemi këtu të lirë. Edhe na ka marrë thot e merren edhe mendimin e shoqës së tij dhe kthehen prap në Mekë. Dhe pastaj shkojnë për shpërnguljen e ditë e bëjnë për në Medinë. Kur shkojnë në Medinë dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam shpërngulet dhe atëherë ta shkalojnë disa vite në luftën e Bedrit, se pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk del për luftën e Bedrit, por i imponohet lufta dhe në këtë luftë nuk ka prezantuar Hazreti Uthmani dhe kjo ka qenë edhe një shkak që e kanë akuzuar Hazreti Uthmanin këto munafikët që pastaj që e rrethojnë për ta vrarë dhe e vrasin, thot se një ka qenë se ki nuk ka marrë pjesë në luftën e Bedrit. A dini pse s'ka marrë? Vërtet s'ka marrë pjesë. Ai s'ka marrë pjesë se këto nuk kanë dalë për luftë, kanë dalë për diçka tjetër, po masandej kanë hyrë në luftë, por ajo që e ka pengu Uthmanin, ai s'ka qenë fizikisht, po shpirtërisht ka qenë në luftë, se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, kudo që ju shkoni, veproni këtu në Bedër, nëse vapet që i mirëni ju është edhe hisetar edhe Hazreti Uthmani. Edhe kjo tregohet masandej kur kthehen nga lufta, nga plaçka e luftës, pejgamberi alayhi salatu wassalam i jep edhe nga ajo plaçka e luftës i ndan një pjesë edhe Uthmanit. Po pse ndalet Uthmani? Se vajza e pejgamberit apo gruaja e Uthmanit, Ruqia, ka qenë shumë e smunë. Dhe i ka thonë ti do të rish, do të kujdesesh për gruan. Ai shihni se çka do të thotë të kujdesesh për gruan. Të ndalohesh edhe më shkosh në xhihad të biesh shahid. Një lloj shahidllëku, një lloj sakrifice është nëse ti kujdesesh për gruan tënde. Ka thënë pejgamberi alayhis salam një rast tjetër, një djalë i ri kur ka vrapu për të hyrë në luftë, ka thënë, a çka ke lënë në shtëpi? Tha, kam lënë babën dhe nanën duke qaj. Tha, ktheu prap. Thënë, duhet bie shahid ja Rasulullah. Tha, ktheu prap. Luftën e kia gje ke baba dhe ke nana, shahidllëkun a gje e kije. Dhe bëri të qeshin ashtu si vënë të qaj. Dhe këtu që la, tash pejgamberi alayhi salatu wassalam e ndalën Uthmanin, thot ti nuk do të vish me na, ti do të rish dhe të kujdesesh për gruan. Dhe ajo për fat keq edhe vdes gruaja, pa erë pejgamberi, pa erë pi Bedrit kur kthehen edhe ja hapin lajmin se Ruqia veç ka ndru jetë. Pas kësaj pati momenti, me njëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam ja afron vajzën tjetër Hazreti Uthmanit, pra Umul Kuthumin, dhe pikë këtij momentit e ka marrë një epitet tjetër Hazreti Uthmani, e kanë thirrë Dhun Nurain. Dhun Nurain do thotë poseduesi i di dritave. Se gratë, vajzat e pejgamberit janë quajtur si drita. Dhe ki e merë emnin tash Dhun Nurain, poseduesi ose njeri i di dritave. Dhe në këtë formë vazhdon jetën Hazreti Uthmani me vajzën tjetër të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Po pse ja dha këtë? Pse? Edhe këtu duhet të marrim një mësim që qesin dietarët, për shembull se njeri nuk mjafton ti jesh me një njeri si shok, vetëm si shok, po duhet sa më tepër ti lidhish lidhjet me ata. Me njerëzit e mirë, me njerëzit e ngritur, nuk duhet shkputen lidhjet, po çtohen. Pejgamberi alayhi salatu wasallam, Ebu Bekrit ja mor vajzën. Shok po edhe bëni bavqish. Hazreti Omerit, Hafsën, vajzën e Hafsës. Uthmanit ja dha di vajza. Hazreti Aliut ja dha Fatime vajzë. Do thotë duhet ne lidhjet t'i forcojmë. Se sa më tepër të forcohen lidhjet, kupton, aq më tepër ngritemi dhe ndihmohemi në çdo një aspekt të jetës, qoftë të dunjos dhe ahiretit. Dhe këtu pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam vazhdojnë kur do ndalen këtu
me jetën e Hazreti Uthmanit masihin në Islam, muslimant marrin një ndihmë shumë të madhe. Në himjen e Omerit e morën ndihmën e sigurisë, më tash ishin të sigurt se nuk mund t'i sulmane. Por me ardhjen e Uthmanit në Islam, ata u sigurun në aspektin financiar. Ku ngecte problemi, tash kishin ndonjë problem, dishte se kush vazhdinte problemin në aspektin financiar, në aspektin ekonomik. Dhe une përsande vetëm dhe ndalem këtu t'i kallëzoj këto 3 cilësi që i posëdonte Hazreti Uthmani. E kishte turpin, e kishte bujarin, pra ishte shumë i turpët, e kishte bujarin dhe e kishte devotshmëri. Unë për të 3 pika pak do të foli me lejen e Allahut. Sa i përket për turpin, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam një rast, pas këtë hadith e transmeton Hazreti Aisha. Dhe i thot se ishim me pejgamberin në dhomën time, të thot në dhomën e Aishës. Ishte kohë nxehti, temperaturat larta. Pejgamberi ishte i shtrit në shtratin tim dhe rinte ashtu gjysmë i shtrimut dhe ajo galabia që ai fustani që kishte ai veshja ati ishte pak e ngrimun nga këmbët, nga fundi i këmbëve. Jo nga ajo që është ndalut, ishte ndërgju, po pak dukeshin këmbët. Dhe pa pritmas trokiti dikush nder, kur shkova unë ishte Ebu Bekri. Dhe i thashja Rasulullah, Ebu Bekri kërkon leje për të hi. Thot epi leje në hine. Hini Ebu Bekri, pejgamberi nuk lëvizi, qashtu si ishte. Më vonë, trokiti prap dera, ja Hazreti Omeri. Po rasisht që janë të rënditët të sahabi, bin Hazreti Omeri. Tha, ja Rasulullah, Omeri kërkon leje për të hi, thot, në hine, hini. Pak më vonë, prap trokit dera, shkone hapën derën Hazreti Uthmani. Tha, ja Rasulullah, Hazreti Uthmani kërkon leje, pejgamberi si ishte me një ruqu. Edhe këtë e pa i ranë si, Hazreti Aishës. Erthi Ebu Bekri nuk lëvizi, Omeri nuk lëvizi. Uthmani me një ruqu, u ullë normal, e lishojat petkën e ti, i mbuloj këmbët, dhe tha, tash në hine Uthmani. Ja, tash në hine Uthmani. E në kur hini a edhe basi shkun, ato bisedun, qka bisedun, ato shkun, atër Hazreti Aisha nuk mbeti, së në rike pa e bo parashtu këtë pjeqe, tha ja Rasulullah, hini Ebu Bekri, hini, tha nuk lëvize, kur erdh Omeri, kur thash për Uthmanin, me njëherë u qove, u regullove, tha oj bia Ebu Bekrit, si mos tërprohem nga një njeri që tërprohen me laqet për ti. A e di se nëse nuk kisha lëviz unë qashtu, të kisha ndet. Ebu Bekri, Uthmani, do t'hinte mrenda dhe nuk do t'a çonte kokën dhe nuk do t'a shprehte problemi për që shka erdh. Nga turpi. Kështu është turpi, njeriu që ka turp, ai turprohet me turpin e atij tjetrit. Me punën e keqe që e bën tjetri, ki turprohet, Pra, për atë turpi është për imanin. Nëse don ti ta dish se sa e ke imanin e fort, shif sa është turpi prezent këti. Dhe një rast shkon pejgamberi alayhi salatu wassalam, e shef një njeri duke u fjalos me vllaun e vet. Duke i thënë, sepse je kaq i turpët, ma më bënu pak më i gjallë, Ka thënë pejgamberi, le se turpi është për imanit. Turpi është për imanit. Thët i dha rafa, nëse ngrihet njëna, këto janë si dy bineq, turpi dhe imani janë si dy bineq, nëse njëna shkon, ka shku edhe tjetra. Nëse ka shku turpi e ke hup edhe imani. Vetëm me një rast nuk duhet kesh turp. E ku është ashtaj? Kur duhet marrësh dije, mos u turpra. Se pejgamberin alayhi salatu wassalam e kam pit edhe gratë për çështjet e grave. E si janë turpru. Këtu, thot, nuk duhet turprash. Duhet ke çështja e dijes. Pra, kjo ishte në aspektin e turprit të Hazreti Uthmanit radhiyallahu anhu. Në aspekt bujaris,
sa bujar ka qenë. Thot, jeta ka qenë shumë e rëndë në Medinë kur kanë shku. Ajo që ka vështërsu Allah më tepër se s'kam pas ujë të mjaftueshëm, temperaturat nalta. Ka qenë një bunar e ka pas emrin Bi'ru Rum, pusi apo bunari i Rumit. Atë ka posedu apo ka qenë pronari asaj një jahudi. Zatën jahudit, së të kësaj dite jonë ato ke krija e ekonomisë, ato kur është çështja për ekonomi, ato atë janë, kur është çështja për pasuri atë, dhe për atë Allahu xhaleshanu kur u thot Beni Israilve, kur apo kujton thot ja Beni Israila udhkurul wa bita e Beni Israilit, o ju bite Israilit, përkujtoni të mirat që va ka dhënë Allah, udhkuru ni'met Allah, përkujtoni të mirat e Allahut. Kur është ke musliman thot ja ju alladhina amanu taqullaha, o ju të cilët keni besuar frikoni Allah. Ata në dasuri. Dhe normal këto që duhet të ujë, duhet të shkojnë ka ato, dhe ai përfiton të shumë. Mirë të bashit të me pare, ato që kishim sish problem, po këto fukarate kishim problem, dhe një ditë pejgamberi alayhi salatu vesselam kështu i motivonte, thonte, kush e blen këtë bunar, Allahu do t'ja mundsone një të tillë në xhennet. Një bunar si kia dhe ma shumë në xhennet. Othmani u ngri Othmani, dhe shkoj. Kur shkoj ke jahudiu, tha duhet të bje bunarin, tha nuk o shes. Nuk e shes ta, se nuk e, a i kishte përfitim, a i kishte dyqanat për ditë shit të uj. Edhe tash, s'dit dorë kryq, thote, e bona unë t'jep më qaqë. Din kemi neve, po su bo që e bona, unë inshallah zoti me një jetin tim më shkrune. Po një jetin, a mund kur ka mundësej më dus tjetë, po të realizësh. Në një jeti shpërblijet kur s'kije mundësej të realizësh, një jetin Allahu ta merë parasysh. A mund ki thash, të ashtë sërirat, Othman, ju kujtu diçka. Shqip, çka tha? Shkoj prap, tha unë erdha prap, tha hajde, tha unë thash si nuk e shes. Po tha ti, vërtet nuk më shes. Po tha, a bën tha, të fituesh ti. Tha si dhe fituej? Tha të ma shesi gjimcën baje ti gjimcën. Tha si të shes bunari, si shitet gjimcë bunari. Tha po, shitet, tha si. Tha një dit dhe shfrizoj unë, një dit ti. Kështu gjimcë. Logjik, menqëri. Tha një dit unë, dha një dit ti. Tha mirë, tha. Pare, sëllësit vinë pare. Edhe e muraj, Hazreti Othmani, radiallahu anhu, erke pejgamberi alayhi salatu wasalam, ja Rasulallah, tha unë e bleta gjimësën e bunarit. Tha si e blete, tha gjimësën. Tha një dit unë e shfrytëzoj, tha një dit jahudiu. Tha atë dit që e kam une. Tha thubu muslimanve, ne shkojnë në mbushin për dit uj, që më shkojnë në esër të prapa që. Subhanallah. Tha atë dit unë që e kojmë në shkojnë në mbushin, unë s'dua, ato në marrin për dit, që ma pa një dit dhe pauzojnë, ditën që të prap vinë, se shumë frikë një dit po, një dit jo, edhin? Edhe, jahudiu kur e pa se, shkoj i fitimi, tha, i shkoj Othmani, tha, të lutem, tha, bgje edhe gjimësën. Tha, e blej. Nuk ishte mpjeqe më sa e bënte për Allah, e dinte se Allah u dja kompenzone. Dhe, e bleti, kur e bleti, tha, edhe sot e kësaj dite, ki bunari më quhet Bi'rul Othman, bunari pusi Othmanit në Medine. Edhe haqjit kur shkojnë në haqje e vizitojnë këtë. Dhe sot e kësaj dite më është aj që sa, aj nuk është terë pi uj. Dhe musliman e hekin një problem. Kush va bëni kështë, kush va letësoj? Othmani, radiallahu anhu, Allahu qofti knaqët inshallah. Qetër nga bujaria e këti, është se pejgamberi alayhi salatu wassalam fillon musliman shtohet numri dhe normal xhamia më ishte e vogël, duheshte të hapet xhamia. Mirë po, me një anë, ku duheshte të hapin xhamin, ishte njani nuk e shitte tokë. Se shitte, dhe ndërkohë pejgamberi i motivonte. Kush bon një xhami, tregonte tash Allahu ja bon një pallat në ahiret, në xhennet. Dhe Othmani drejt shkoj ka ti. Tha ti sa i lip kësaj shtëpie? Tha nuk e shes. Tha shite sa dush. Ai kërkoi një çmim, kur thon i kërkova një çmim që mos e shes. Aman
Ai Uthmani ishte. Ai pa e mbill gojën ki paret ati. Tha ja Rasulallah, unë e bleva atë tash, ja loj xhamisat ven. Dhe e hapën. Dhe rasti tjetër, Hazreti Uthmani, pejgamberi alayhi salatu wassalam, ka thonë prej këtij momentit, çka do që të bëna Uthmani më nuk i bën që derë. Basodit, çka do që do thot, çfarë do gjinofit më të bëna Uthmani nuk mundet ta mundet këtë sevap që e ka fitu sot. Pejgamberi alayhi salatu wassalam përgatitej për një luftë. Lufta e Tebukit, e keni ju, ajo nuk është zhvillu lufta, si ekspozit ka qenë kështu, dhe mirë po, ajo ka qenë me kilometrazh për Medinës, ke 750 kilometre. Dhe shumë ka qenë problem të hecet në kam. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam tash i motivon njerëzit për të përgatitur për luftën. Dhe ndërkohë shumë njerëz vinë, po s'kan mjet e lufte, s'kan mjet udhtimi, s'kan kal, s'kan deve, s'kan shpata, s'kan shigjeta, edhe pejgamberi thotë shkoni prapë, ç'u bëj unë. Dhe atëherë hipën pejgamberi alayhi salatu wassalam në mimber, se ka pas me tre shkallë. Hipën ke shkallë e parë dhe fillon tregone që ti motivone njerëzit për të dhanë. Që dhanë Ebu Bekri, Omeri, Krebi, po. Ishte sumë shumë e madhe. E në tha, kush ep në këtë luft, kush donë ta fiton e xhennetin me pasurinë e kësaj bote, edhe i motivon folën pejgamberi, ngrihet Uthmani, tha, ja Rasulallah, për mie i kje 100 deve të kompletuar krejt, me krejtat çka i duhet një luftarit. Devja, tha Allahu ta shtoft, zripën shkallën e ditë, dhe prap thot pejgamberi fillon, ngrihet prapo me Hazreti Uthmani, thot, ja Rasulallah, për mie i kje edhe plus 100 deve tjera, me krejt çka duhet për luftë. A i thot, Allahu Ekber, zripën ke shkallët e parë, ke fundit. Prap pejgamberi thot, prap ngrihet Hazreti Uthmani, tha, edhe 100 deve tjera. 300 deve. Dhe del nga xhamia dhe shkon shtëpi, thot, edhe merr edhe 1000 dirhem të arit, 1000 dinar të arit, dhe ja bie pejgamberit, ja fugën në prerë. Kjo sumë ka qenë miliona kanë qenë, miliona euro, nuk ka qenë gjoj vogël që. Dhe pejgamberi nga gëzimi i madh që e bën, që e përjeton, thot, ai nuk folë mos e umbush, mos ka nevojë mo. Umlodh ajo që duhet të ndidhet, edhe i ka marrë ato dinarët e arit, dhe sikur ai fëmiu që lozën ki, ashtu e ka ndi vetën, aq lira, aq gëzut, e i ka marrë dhe i ka sill, kështu, qo e lishon prene. E në tha, qka do që të bone e Uthmani prej të sodit, nuk i bën që derë. Aq shumë sevap që ka fitu Uthmani, qfar do gjinofi që të bone si bën që derë. Se nuk munde ta mbuse, ta munde këtë sevap që e ka fitu. Edhe këtë rast, pra pejgamberi alayhi salatu wassalam e lavdron. Leza, duhet të them se Hazreti Uthmani nuk e ka pengu tregtia që ai të jetë njëri i devotshëm. Ai ki falet, bëhet, po ka shku një grup njerëz ke pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe kanë filluar ta lavdrojnë njënin, se ki falet tanë natën, agjinon ditën, dhe ka thonë pejgamberi, po kush e ushqen bërha këtë? Tha, ne ja Rasulallah, po tha ju jeni më të mirë se ki. Në ka po në unë bëj ibadet e rrifje, që Allah marrë kjo bërë me tregti, sa që njerëzit kanë bisedu, tash ulemaja, librat shkrujnë, se kush ka qenë më zëngin, Ebu Bekri, Uthmani apo prej këtive sahabeve. Do thot, nuk i kam pengu këto mirësi që i kam bo, ibadetin që i kam bo, nga tregtia, nga jeta e kësaj dunjos, që di as i ka pengu ato. Rijalun la tulihim tijaratun wala bejun min an dhikrillah wa anis salah.
Ato kanë qenë bura që nuk i ka pengu tregtia dhe shitblerja nga të përmendurit e Allahut dhe nga falja e namazit. Sot njeriu me pas një ka qenë një pasuri, ku të loj unë këtë? Ku kom vakët unë të falen? Ku kom une? Ja, pa ti, a mund të llogaritet pasuria jote me të Ebubekrit edhe të Uthmanit? Po edhe nuk mund të paramendojmë ne atë që e kanë bo, se nuk e matën kantari jo. Devotshmëria ati e Uthmanit tash në zëndanë, ai aq ibadet ka bo. Sa që thot, me një rekat e ka lexu krejt Kur'anin, hatme e ka bo Kur'anin. Tash më thonë dikush, është e mundshme që, jo, nuk e rrok logjika jo, se më akat me këtë kantarin e sodit ose tandit ta matish veprën ati. S'mundet bua që. A po që një rekat? Ka hi, thot, e kam ba dhe e ka lë një reqat, krejt Kur'anin hatme. Kanë thëmë, qka bënë e kështu? Pse një reqat? Thë një reqat se ka falë vitrin. Vitri është tek, një reqat. E tash, dëkushi, të falim 3 reqat, vitrin a një reqat. Unë thëmë falen një reqat nëse e falen si Osmani. Nëse jo fali këtë. Nëse s'mundesh Osmani të mrish. Pa dhe si Osmani ka qenë edhe qerë, njo, për atimve përdojt, kanë qenë edhe sahabe qerë që e kanë bë këtë. Po ki ka qenë i dalut për çdo natë. Ka falë vitrin me hatë me kretë Kur'anit. Dhe ka qenë shumë i dashurut në Kur'an. Në Kur'an shumë i dashurut. Dhe qatë qëtash, nësi mundet thët një musliman, ta ndidh me vetën të lirë, kur a mrenda ditës nuk ka lexuar asnjë faqe Kur'anit. Si mundet një musliman të ndine veten të kënaqet dhe të prese momentin të kalone ka Allahu Gjellëshanu për të hape shpirtin e Kur'anin zin të lexane. Kjo gjaj madhe është. Dhe unë të shfrizoj rastin nëse dënjani prej nesh këtu ka që ende se ka fillu të lexone Kur'anin, unë jam i gatshëm të fillojmë ta mësojmë Kur'anin. Ja, pa tjetër. Nuk mundesh. Vetëm që është një mashtrim i shejtani. Për atë Allahu Gjellëshanuhu, pse ja ka dhënë vlerën që duhet të mësohet Kur'ani, ka thonë këtë, o ale kat jesër në Kur'ane li dhikrine, asni libër nuk ka premtu Allahu se e kom lecu për ta mësu. E kur thot e kom lecu për ta mësu, këtu më nuk është mpjeqe vitet. Këtu është vullneti. A ke vullnet ta mësosh? Dhe mësosh. Edhe historia, dhe praksa nga ajo që kam pas, edhe 70 vjet njerëzit kanë fillu dhe kanë mësu Kur'anin. Po edhe ai 6 vjet, ajo është mrekulli, nuk është aftësi. Është lehtësim nga ana Allah. Është lehtësim. Ai tha ta leçova ti, Allah nuk fillon ta mësosha. Edhe Hazreti Uthmani ka qenë ta shumë i lidhët edhe pse ka bë me miliona tregti, miliona tregti, ai nuk e ka pengu tregtia nga leximi i Kuranit. Nuk e ka pengu tregtia nga falja e namazit. Nuk e ka pengu tregtia nga problemet e dynjas. Dhe kalojmë në kohën e Omerit, edhe këtë duhet ta tregojmë që këtu është milion. Që ka dhënë Hazreti Omeri, pas vdekjes pejgamberit, Ebubekri kalon në kohën e khalifatit të Omerit. Rokën një thatësi shumë e madhe. Fukaralloku i madh. Sa që njerëzit mos sën kanë duru dhe kanë shku, ja Emirul Muminin, na bën zgjidhje, thot. S'ka, asgjë s'ka mbet. Dhe në tha, krejt bima e oshtet, çdo gjë, së ndurojmë ma. Ka thënë, bëni sabër, insha Allah, Allahu bën rrugdalje. Me njerë në pas këtij momenti, të nesërmen, jam vjen lajmi se karavani i Hazreti Uthmanit kthehet nga Shami me 1000 deve, ngarkuta, me lloj ushqime, 1000 deve. Dhe
tregtarët ngjallen krejt, e falin namazin e sabahit edhe shpejtojnë e presin karavanin e Hazreti Othmanit me 1000 deve, në kashkuta me krejt llojet e ushqimit. Dhe fillojnë këto tash të bëjnë pazarllëk me Othmanin. Për 1 dirhem, 2 dirhem. Kështu ishte ajo e shitja, te ke bjen 1 dirhem ne që 2 dirhem ta paguajmë. Ta marrin mos andej ta shesin ato. Ka thonë Hazreti Othmani, jo, tha, dikush më ka dhënë më tepër. Këto e rrisin çmimin. Rrisin e një me një vendin, ka thonë. Ne ma që kash mas mund, nuk mundim ta qem. Dhe kush është ai, se ne këtë jemi ne këto tregtarët e Medinës, s'ka qirë, që ne këtë jemi këtu. Edhe qëtër tregtar për jashtë nuk ka hi këtu. Othman, kush është ai që të ka dhënë më tepër? Tha, ai është Allah. 10 fishit për ma ka pagu. Tha, ka dhe një që mund të pagu në më shumë. Ja, tha, se ne bëjmë këtë. Tha, atëherë, tha, krejt kjo pasuria jeme është për fukarat e Medinës dhe nuk kërkoj asnjë kompenzim. Subhanallah. Nuk është ajo, hajme njerë unë defitoj, po mas andej pjati fitimi dabi. Jo, tash këto moment ku duhet. Të shfrytëzohet rasti në moment Hazreti Othmani i ka bo këtë punë. Edhe kalim në pjesën e tretë të jetës së Hazreti Othmanit, është khalifati i Hazreti Othmanit. Edhe si erdhë në khalifat? Hazreti Othmani është i pari që u zgjodh me vota për khalifatëve. Këtu ishte Hazreti Othmani, se si u bua atentati Hazreti Omerit, Hazreti Omeri me njëherë për ato 3 ditë sa ishte gjallë, nuk donte t'i lente musliman për qatë dhe qka përderdhët dhe pa krije. Krija ai udhëheqësi. Dhe ai i propozoi 6 vetë, nga ato 6 vetë të gjitha ishin njerëz të cilët ishin përgëzuar me xhennet nga goja e pejgamberit alayhis salatu wassalam që në dynja, dhe në mesin atyre 6 vetëve ishte edhe Hazreti Othmani dhe Hazreti Aliu. Dhe Hazreti Othmani tha, ju do të bëni, do ta mendoni, do ta zgjidhni njërin prej këtyre 6-ve. Dhe jetë i shtati edhe Abdullah ibn Omeri, djali Hazreti Omerit. Por nëse këtë e zgjidhni edhe 10 herë, ki s'ka drejt bëhet khalife. Se është, bolli ishte një nga Omeri, nga familja Omeri. Edhe 10 herë nëse e zgjidhni këtë, i bie shorti këti, votat ja ipni këti, Abdullah ibn Omerit, ki nuk ka drejt të more të zgjidhet si kretari. A ju dhe zgjidhni ju me zveti. Abdurrahman ibn Khaufi, ki ka qenë një shumë i afër i Hazreti Omerit dhe ki ep një propozim. Thot, unë mendoj që këtë ta shpallim edhe në xhamat, edhe ke musliman. Dhe këto emna diqesim në votime. Veten tjeme e hek, unë nuk përmendem. Dhe atëherë shkojnë këto, atëherë i lajnë Othmanin dhe Aliun. Dhe dalin, fillojnë edhe i pjesin njerëzit, do thot shumica, numri më i madh ka qenë që zgjidhet Hazreti Othmani si khalifja i tret i pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe krije të muslimanëve, dhe ki është i pari që u zgjodh me vota të lira. Me njëherë kur erdh Hazreti Othmani si erdh në khalifat, vazhdoi përhapja islamit. U hapën islami u përhap në shumë shtete dhe jo arabe. Dhe afër 7 vjet kanë qenë vjet më të lumtura të muslimanëve. Se nuk u ka mungu asgjë, kur kanë pas nevojë për ushqim, ati e kanë marrë ka Othmani. Kur kanë pas nevojë për veshje, e kanë marrë ka Othmani. Do thot ka qenë vitet shumë të lumtura në këto. Pastaj lindin problemi në mbas 6 vjet e gjimës, afër 7 vjetëve, kur ka bë khalifat, se khalifati i Hazreti Othmanit ka zgjat 12 vjet. Ebu Bekri 2 vjet, Othmani 10, mendoj Omeri 10, Othmani 12 vjet. Dhe mas andej këto vitet e fundit, to 5 vjet të fundit,
ka pas trazira se janë mobilizu munafikët. Dhe këtë të shofim, inshallah, në vazhdime sipër. Në meritat më të mëdha që i ka bë Hazreti Othmani në khalifetin e tij, pra ishin këto se u përhap Islami në shumë vende jo arabe, dhe tjetra ishte se e prishi murnahet e xhamisë së pejgamberit, jo me mendjen e tyre, po me konsultimin e sahabeve më të mëdhej, dhe i ndërtoi në mënyrë pak më moderne dhe e hapi e gjëmsoi xhamin e pejgamberit, po jo me paret e buxhetit, me bejtul mali të muslimanëve, po me paret e veta. Pa ai jetonte me atë idenë se nuk paksohet pasuria me sadaka. E krejt sa ka dhonë, ajo veç Allahu ala ma tepër i ka dhonë. Dhe thot, i rriti ala temelet e xhamis pejgamberit, po tash pak me murna i pari që përdori kërçele e qamet, kështu moderne bëni. E mbuloj xhamin e pejgamberit, sa ishte me gjethat palmës, tash e mbuloj normal me dru. Dhe e dita është se i unifikoj, i mlodh muslimant në leximin në një lexim të vetëm Kur'anin. Tash se thash fillon kur u përhap Islami e pranun edhe jo arabët, fillon ta lexojnë Kur'anin në forma ndryshme, në dialekte ndryshme. Se sa ishte ka arabës ishte problem, sa arabët e dishin këtë gjuhë. Dhe ajo ishin në shumica Kurajsh, pra e dishin se kishte zip në gjuhën e Kurajshve, ato e dishin si ta lexojnë. Mi po kur dule dhe jo musliman, tash jo arabët fillojnë ta pranojnë Islamin, fillojnë ta lexojnë Kur'anin dhe fillojnë ta lexojnë Kur'anin në forma ndryshme. Çuditshme sa që jeva ndryshin edhe kuptimin. Atëherë njëri prej udhëheqësve ushtarak, komandir ushtrie ka qenë që ka luftu, që ka bërhap Islamin në vendet jo islame, ka qenë ai Hudhaife bin Yemani, vjen ke Hazreti Othmani dhe i thot, ja Emirul Mu'minin, kështu është çështja e punës së Kur'anit. Njerëzit shpejt mund të shkojmë në atë ta humbim Kur'anin si e humbën Tauratin dhe Zeburin dhe Injilin. Të unifikojmë me një Kur'an. Dhe atëherë me pëlqimin e krejt sahabeve të mëdhej, Hazreti Othmani merr vendimin që ta mbledhë Kur'anin, dhe kështu sot e kësaj dite ne këtë Kur'an që e kemi, thot, aty shkruan ala rasmi Othman bin Affan, në resmin, në shkrimin e Osmanit. Kështu i kemi ne sot. Atëherë ai bëni, pra e caktoi Zeid ibn Thabitin, i mlodh ato sahabët që ishin edhe në kohën e Ebu Bekrit që e mlodhën Kur'anin, e rumlodh, ai ma pa një Kur'an ishte Kur'an ishte ke Hafsa, cuca e Hazreti Omerit, se njëherë ishte ke Ebu Bekri, pastaj kaloi ke Hazreti Omeri, me vdekjen e Hazreti Omerit, e mur gruaja e pejgamberit Hafsa, që ishte edhe vajza e Hazreti Omerit, dhe Hazreti Othmani kërkoi leje nga ajo që t'ja apin ta kenë si model dhe të fillojnë ta shkruajnë Kur'anin prap, dhe për këtij momenti e merr atë emrin Mushaf. Se Kur'an është edhe i natajna kelke u therë. Një ajet, Kur'an është kjo. Por Mushaf është ato suhufet, ato fletat të cilët, shumica e fletave që mlidhen bashkë dhe hinë mes di kapakve. Kjo është Mushaf. Dhe ai mlodh Hazreti Othmani dhe i obligoi dha, ai që do të marrë një pjesë të Kur'anit, që duhet ta çojmë ta regjistrojmë në Kur'anin e vetëm, thotë duhet të ketë edhe di dëshmitar me vete. Edhe ato duhet ta ditë përmendj, edhe di dëshmitar që të kallëzojnë se kur ka zbrit, ku e ka marrë, ku e ka shkruaj, dhe këto të jenë kallëzojnë me të vërtetë se në prezent. Dhe kështu që e bëjnë, dhe thuhet se pastaj bën 7 kopje. Hazreti Othmani i bën 7 kopje, një e çon në Kufa, një në Basra, një në Irak, një e çon në Egjipt, një e çon në Mekë, një e çon në Sham, Damask, dhe një e mbalën për vete. Dhe
A gje ku i shpërndan këto Kur'anat dhe qon ka një njeri që va lexon ative Kur'anin, se si duhet lexohet Kur'ani. Bile ka thonë, nëse hasni një problem në dialekt, do ta shkruani në dialektin e Kurejshve, se pejgamberi ishte Kurejsh dhe zbriti në atë gjuhë Kur'ani. Dhe pastaj mo pejgamberi, tash a ka dëni kopje, thuhet se është një në Topkapi në Stamboll, thuhet, dhe thuhet se ka një në muzejin e Mekës, Allahu alem, po kresorja këto i bëni i merita që meritonte për të përmend dhe për të lavdru, ishte ki rast i Othmanit që të bëj Kur'anin dhe i bashkoj muslimant me një lexim të vetëm të Kur'anit. Dhe pa atë njënin për këtire Kur'anave e mbajti për këtive musafave, e mbajti vetë dhe kur erdhë momenti që a i dale nga kjo jetë, ishte duke e lexu këtë Kur'an. Tash si erdhë, për hirtë kohës unë do të mundohem të jemi shkurt, se Hazreti Uthmani veç ishte i paralajmëruar për gosë të pejgamberit alayhis salatu wassalam se do të shkonte si shahid. Një rast ishte kur hipin në kodrën e Uhudit, e dini, ishte bashkë me Hazreti Omerin, Ebu Bekrin dhe Uthmanin, pejgamberi alayhis salatu wassalam, dhe kodra e Uhudit filloi të dridhet, lëviz. Pejgamberi i mshoi me kamve i tha, "Uthbut, qetësohu o Uhud, se mbi shpinën tënde është një pejgamber, është një siddik dhe janë di shahida." Pejgamberi Muhammed alayhis salam, siddik Ebu Bekri dhe di shahida Omeri dhe Uthmani. Dhe ne e pam se Omeri si përfundoi dhe Uthmani e dinte se do ndodhet dhe dale, dhe një rast tjetër thot ishte kallzon këtë Musa Shariu, thot ishim me një bafqe me pejgamberin alayhis salatu wassalam dhe ajo bafqa kishte derën e vete. Dhe një rast mu më lasi si roje ke dera, pejgamberi alayhis salatu wassalam, e pas ka lënë si roje. Dhe kur ka erdhë, prap si ajo hadithi pak më para që e tham, ka trokit njani ka qenë Ebu Bekri. Ka thënë, ja Rasulullah, Ebu Bekri kërkon leje për të hi, ata lijoj, thët lishohe, në hine dhe përgëzohe me xhennet. E qëllën derën, urdhno pejgamberi të pleje dhe ajtë përgëzon me xhennet. Alhamdulillah. Pak më vonë, ja vin Omeri, troket në derë. Kush është Omeri? Thët, ja Rasulullah, Omeri, po kërkon leje të hine, thët hapja derën në të hine dhe përgëzohe me xhennet. Dhe a hin. Kur vjen i treti, kush është? Uthmani. Tha, ja Rasulullah, Uthmani kërkon leje. Edhe atëherë ndalet pak pejgamberi alayhis salatu wassalam. Ka zon ki Musa al-Ashariu. Thot ndalet pejgamberi dhe sikur i ndryshoi fytyra. Dhe tha, hapja derën. Në të hine përgëzohe me xhennet edhe me një sprov të madhe. Edhe me një sprov të madhe. Dhe hini, tha, urdhno, pejgamberi Allahut përgëzon me xhennet edhe me një sprov të madhe. Tha, për xhennetin e falenderojmë Allahun, për sabut na mjafton Allah. Për sprovën na mjafton Allah. Dhe tash kohën e fundit fillun që ta akuzojnë Hazreti Uthmani për paregullsi. Allah. A i tha, u tha një herë një fjalim, tha, une kur kom qenë ignorant, do thot në kohën e ignorancës, s'kom qenë i pa drejt, kur raki s'kom pi, kur putna vesejde s'kom bo, kur zina s'kom bo, po tash ti jemi pa drejt, mbas i hitan iman, mbas i hitan islam. Edhe këta munafikët, normal, asnjë i pari që e filloi këtë iniciativë, ishte ai prej Egjipti, Abdullah ibn Sebe, ka qanki. Është histori shumë e gjatë, është po hir kohës ne do të bëjmë më shkurt, edhe këta fillojnë ta akuzojnë Hazreti Uthmanin pa drejtësi,
Një thash ishte, thanë se s'ka qenë në Bedër, pastaj ka hinë nga lufta e Uhudit, s'ka marrë pjesë në Beitur Ridwan, që kanë dhënë besën këta, që janë historia në vete e krejt, dhe me kështu akuza që nuk kanë qenë, krejt kanë pas shkak. Këto s'kanë ditë se si ta akuzojnë. Dhe asnjëherë, do të thot, njeriu që e din shkakun nuk bën akuzat, ai që s'din realitetin, ai që s'është mirë informuar, ai bën dezinformata. Edhe munafikët u ngritën në kam dhe thash që ka zgjati afër 5 vjet e tepër që duheshin ta hekin pejgamberin, duheshin ta hekin Hazreti Uthmanin nga khalifati, se ti je i pa drejt. Mirë po, tash është në pjetja kështu. Këto e shfrytzuan rastin. U qunë se ki Abdullah ibn Sebe hecte vende të formone njerës, ngrinë njerës, dhe gjithë një numër shumë të madh. Thuhet se i ka mrit të ke 6.000 vetë që i ka organizu. Dhe prej Egjipti kanë qenë, prej Basrës dhe Kufës. Prej vende që prej këtyre 3 vendeve. Këtu i ka gjithë këto njerës mendelet. Dhe normal munafikët. Dhe disa prej që s'kanë qenë munafik, po kanë qenë mendelet, janë nënshtru rrenës këti. Ka pas pjatirë musliman. Dhe ata e gjenë momentin kur muslimant organizohen për në haq, kalojnë muslimant për në haq, shkojnë, këto atëherë vinë, kurse po shkojnë në haq dhe ndalen në Medine. Dhe i bëjnë, detyrojnë Hazreti Uthmanin, o lishohe khalifatin, o do të vrasin. E tash, me thonë tash me e kalzu kështu, po pse më e lishon e khalifatin? Në të lishon të kur qenë ka kështu. Hiqë, pse ti? Jo. A dini pse jo? Se pejgamberi e paralajmëroi. Dhe në momentin e vdekjes, momentin e vdekjes pejgamberit, kur e kanë pyet Hazreti Aishën, a la dëni vasijet pejgamberi alayhis salam? Tha jo, nuk la. Për ata që dihet namazi dhe sillen e mirë me gratë. Këto ishin fjalët e fundit nga që bëhet që dul pejgamberi alayhis salam. Tha, sikur tha po gërkonte dënjani. Ne i tham, a e don Ebu Bekrin? Jo. Omerin? Jo. Aliun? Cilë? Othmani? Po. A mund ki ka qenë momentet e vdekjes. Dhe kur vin Othmani dhe i thot një fjalë, ke vesh, ja len një amanet. Edhe këtë tregon masandej Hazreti Uthmani. Thot se pejgamberi kur më thiri, më tha, o Uthman, ti Allahu do ta veshë një këmish. Do të mundohen njerëzit të ta qesin. Mase Allahu ta veshë, ti mos e qit. Mos e hek mishën. Dhe bën sabër. E çka kuptohet jo? Po bën sabër se u ngritën krejt sahabët. Për një moment kur e rrethun shtëpinë e Uthmanit, thuhet disa thuan se 22 ditë e disa 40 ditë se kanë lënë dalë as në xhami të falet. As që kanë lënë edhe xhamin që e bëni vetki të pejgamberit alayhis salam. As ujë s'kanë lënë të bien që e bleti vet bunari. Bile ju ngri edhe gratë e pejgamberit që ti dalin ndim, ato si kanë lënë. Dhe ju ngri këta sahabet, jemi ngacët ne që për një moment 700 luftar eminent, ku ati ka qenë Abdullah ibn Omeri, Aliu, Hasani, Huseni, krejt njerëzit kështu me vlerë që kanë pas autoritet, janë mbledh 700 që t'i dalin ndin Hazreti Uthmanit. Hazreti Uthmanit tha, nëse ju më doni mu, do t'i shtini shpatat në kallaf. S'ka unë nuk dua që për mu der dhe gjaku i muslimanve. Dhe se tha, më ka porosit pejgamberi bën sabër. I kanë thënë se mos e qit këmishën, se si ta qit të këmishën, kjo këmishka që është halifati. Atëherë dhe lueshte me halifatin. Sa veç që du më tek është edhe ngre, hajde ndrojmë ne, hajde dhe hekim halifatin. Jo, qëndro, se ti kje drejt në atë halifat që kje. Dhe bën sabër, mos i lufto. Dhe natën para se të nesër më që dueshte të vdese, ta bjerë shahid, Hazreti Uthmani atëherë e shef në anë dhe pejgamberin alayhis salatu wassalam dhe i thot pejgamberi alayhis salatu wassalam ka qenë me Ebu Bekrin,
dhe ka qenë me Omerin. Dhe i thot Othman, nesër bën iftar me ne. Dhe i del gjumi. Dhe ai me njëherë merr abdes, e bën nijet të agjerone, e merr Kuranin dhe fillon ta lexone. Dhe ato e thënë derën dhe hinë mrenda dhe e sulmojnë Hazreti Uthmanin dhe i thot ai që u sulmon, dikush thot se ka qenë ki Abdullah ibn Sebe, dikush e përmendën një emër tjetër, 9 herë i bie me shpatë dhe thot 3 herë për hatër të Zotit, Allahu Akbar, dhe 6 herë nga urrejtja që e kam për ti. Dhe gjaku i bie në Kuranin që ka qenë duke lexu dhe a ka ajeti, kër e kanë qëllu ajetin që ka ra gjaku, ka thonë فَسَيَكْفِيكَهُمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Ti të mjafton Allahu kundër këtire. Mjafton Allahu. Këtu ka ra dhe këtu në këtë moment, por nuk janë gop me urejqen që e kanë bas, kanë thonë që nuk i kanë lanë muslimante edhe ta qojnë ta varosin ke Gjennetul Bakije, ke ato ku kanë qonë sahabët tjera. Edhe ati kanë bukë pëngesa. Këto, derisa pastaj e varosin, thuhet me një vendi i Uthmanit ka qenë ai, e ma pa ndërko ajo i bashkan gjitet. Gjennetul Bakije, tash edhe vari Uthmanit është mrenda ka jo Gjennetul Bakije, se Gjennetul Bakije dhe thot gjennetet e përhershëm janë njëllë, ka thonë pejgamberi, të parët që do të rinjallën në ditën e Kiametit, dhe jetë pejgamberi alayhis salam, dhe këta të cilët janë varos në këtë vend, në Gjennetul Bakije. Dhe kështu që bie shahid Hazreti Uthmani dhe prej këtij momenti më fillojnë trazirat njëna mbas tjetrës dhe sot dhe kësaj dite u vazhdojmë, për atë duhet kemi kujdes se kush na thirrën në dëni iniciativë që mirët. Mos mirët me njëherë, ta dim se Abdullah ibn Sebe ka qenë i Egjiptit, as pak nuk e ka njoft Hazreti Uthmanin. Nuk kanë qenë të njerëzi që e kanë njoft atë që janë ngri kundër Hazreti Uthmanit, po kanë qenë këtë njerëz ku Kufa në kështu largësi gjeografike, Basra me Medinën, kanë qenë njerëz të cilët nuk e kanë njoft, por kanë qenë të motivuar nga mashtrimet e këtyre munafikëve, apo edhe normal ki ka qenë jahudi që e ka shpreh ke Abdullah ibn Sebe që e ka shpreh islamin rajshëm dhe ki ka bo këto derisa ja kanë arrit qëllimin, e vrasin Hazreti Uthmanin dhe fillojnë masakrajt të zirat. Ne ajo që duhet ta marrim nga kjo që duhet kujdesimi se kush na organizon, jo vetëm me pranu një iniciativë të dikuj, se ma e keqa se vrasja është fitnja, përqarja. Mos bëjmë përqarje. Duhet të jemi ma të kujdesëm në këtë aspekt. Allahu na ruajt, inshallah, na udhëzoft dhe na bën që të marrim shembull nga këto sahabët mëdhej, inshallah. Ma bëni Allah, walhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.